Shtëpia e Big Brother VIP Kosova është përfshirë nga një debat i ashpër që nisi aty ku zakonisht fillojnë shkëndijat më të mëdha, në kuzhinë, mes aromës së ushqimit dhe nervave të tendosura. Labi, në një moment vetbesimi të lartë, ka lëshuar një deklaratë që ka lënë pa fjalë jo vetëm banorët, por edhe ndjekësit e spektaklit, me një ton të prerë dhe që kërkonte vëmendje, ai i bëri thirrje vetes si të ishte në një betejë epike. Sa mirë ta kem gjithë shtëpinë kundër. Bravo Labi, bravo Luizi, Luiz Dyshi. Ky krahasim me fenomenin e Big Brother VIP Albania, Luizin, ishte fitili që i vuri flakën debatit. Klodi, i cili nuk njihet për diplomaci në raste të tilla, reagoi menjëherë duke e sfiduar hapur, qysh e krahason veten me Luizin? Debati degradoi shpejt në një përballje krahasimesh ekstreme. Ndërsa Labi vazhdonte t'i jepte kurajo vetes me fjalën bravo, Klodi vendosi t'i tregonte vendin me një fjali që do të mbetet gjatë në memorien e këtij edicioni: ty të duhet 1 milion vite të jetosh për t'u bërë qereku i Luizit. Ti as deri të thonjtë e Luizit nuk je. Labi u përpoq të mbronte tezën e tij duke kujtuar vështirësitë e Luizit, duke thënë se edhe atë kanë tentuar ta gjuajnë e ta nxjerrin jashtë loje. Por Klodi u tregua mjaft i mprehtë në kundërpërgjigje, duke i vënë në dukje një detaj esencial: karizmën. Sipas Klodit, Luizi nuk ishte thjesht një viktimë e sulmeve, por një lojtar që, pavarësisht kundërshtive, banorët e donin dhe e respektonin në heshtje. Kjo përplasje ka krijuar një ndarje të qartë në shtëpi. Apo tenton Labi të kopjojë një formulë të gatshme suksesi, apo po e ndjen vërtet peshën e të qenit i izoluar nga grupi? Një gjë është e sigurt, hija e Luizit vazhdon të jetë prezente në çdo shtëpi të Big Brother, por origjinali mbetet një sfidë thuajse e pamundur për t'u arritur.